Deputeti i Partisë Demokratike Bujar Leskaj mori pjesë në natën e Kadrit në darkën e shtruar me këtë rast për besimtarët musliman të Vlorës. Darka e iftarit u shtrua nga ish deputeti Dashamir Tahiri, ndërsa i ftuar ishte edhe deputeti i Vlorës Bujar Leskaj, njëkohësisht drejtues politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës. Të pranishëm gjithashtu ishin edhe përfaqësues të komunitetit musliman në Vlorë dhe drejtues të tij, si Mirand Sheu dhe imami Arjan Ymeri, ndërsa merrte pjesë edhe kandidati i Partisë Demokratike për deputetet Mont Fetau, si dhe ish prefekti i qarkut Kreshnik Alimerko. Uroj që Allahu i pas pranuar lutjet dhe sakrificat e të gjithë besimtarëve dhe qofshin të pranuara lutjet e tyre në këtë muaj të bekuar të sakrificës dhe adhurimit të Zotit, thot ndër të tjera deputeti i Vlorës Bujar Leskaj. Ai përcjell urimet më të mira për të gjithë besimtarët musliman dhe qytetarët e Vlorës në këtë natë të shenjtë, sikundër ishte nata e Kadrit, e cila u kremtua nga të gjithë besimtarët të mërkurën. Deputeti i Vlorës Bujar Leskaj në këtë natë të shenjtë qëndron kështu pranë besimtarëve musliman për të gëzuar e festuar së bashku, por edhe me lutjet drejtuar Zotit për sakrificat të pranueshme për të gjithë besimtarët.